Policia rrugore e Shkodrës vjen monitorimin intensiv me dron, radar dhe makina inteligjente në të gjitha akset e qarkut për të parandaluar ngjarje rrugore me pasoja si dhe për të menaxhuar trafikun për shkak të fluksit të shtuar të automjeteve gjatë sezonit veror. Ndër fokuset e punës së policisë rrugore të Shkodrës janë evidentimi dhe ndëshkimi i drejtuesve të mjeteve që drejtojnë automjetin në efektin e alkoolit ose në gjën e dehur, pa le drejtimi kryen parkalimet gabuara si edhe i mjeteve që qarkullojnë me xhamat e riveshur, shkelje që përbën të shkaqet kryesore të aksidenteve rrugore. Si rezultat i monitorimit gjatë periudhës, një deri me 23 korrik janë arrestuar drejtues mjetesh dhe janë proceduar penalisht 10 të tjerë për vetë penale drejtimi mjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, si edhe janë pezulluar 17 letë drejtimi. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe janë vendosur gjithsej 4507 masa administrative për shkelje ndryshme të kodit rrugor, konkretisht 166 masa për parkalimet gabuara, 2062 masa për qarkullim me shpejtësi te normat lejuara, 1418 masa për ndalim ose qendrim të gabuar, 201 masa për mosvendosjen e kaskës mbrojtëse, 30 masa për drejtimin në efektin e alkoolit, 630 masa për shkelje të tjera të kodit rrugor. Kontrolli nga Policia Rrugore e Shkodrës do të vijojë në të gjitha akset rrugore urbane, interurbane dhe rurale, duke përdorur të gjitha mjetet bashkëkohore logjistike me qëllim për mbushjen e parametrave të sigurisë rrugore. Policia Rrugore e Shkodrës apelon për gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor dhe të kontribuojnë në parandalimin e aksidenteve rrugore dhe rritjen e sigurisë rrugore.